Në takimin organizuar nga Partia Demokratike në dëgjesën publike për portin e Durrësit, ka marrë pjesë Arqile Goreja, ish kryebashkiaku i qytetit, i cili vuri në duke në fjalën e tij rëndësinë e madhe të Bregdetit. Porti i Durrësit nga ku mori udhë për vite më parë edhe nis me korridori 8, projekt mallor ndërkombëtar me rrënjë të thella historike. Një memorandum bashkëpunimi u nënshkrua mes Shqipërisë, Maqedonisë Veriut dhe Bullgarisë të kësaj aji, ku një nga firmëtarët kryesor ishte edhe presidenti Sali Berisha. Porti i Durrësit i sjell Durrësit transportin, turizmin, tregtinë, peshkimin dhe shumë benefite të tjera. Unë do të ndalem kryesisht tek influenca transportit dhe tek projekti madhor i korridorit 8. Zoti Berisha ka qenë një nga firmëtarët e memorandumit të bashkëpunimit Bullgari, Maqedoni e Veriut, Shqipëri, ku të tre presidentët e atëhershëm firmosën me vullnetin e tyre për të bërë realitet korridorin 8. Dhe kjo u bë në patronazhin e presidentit amerikan Bill Clinton. Në kuadrin e kësaj, Bashkia e Durrësit nisi një iniciativë sa civile, aq edhe qytetare. Në kuadrin e kësaj u iniciuan shumë iniciativa duke e parë këtë projekt mallor, këtë fat të madh që i trokiti në derë Durrësit dhe gjithë rajonit, me të gjithë benefitet e tjera. Pra filluam qysh në atë kohë të organizojmë takimet e korridorit 8. U krijua lobi kryetarëve të bashkive të korridorit 8 nga Durrësi në Varna dhe Burgas. Takimin e parë në patronazhin e amerikanëve organizuam në qytetin e Ohrit, ku demonstru edhe eksperienca dhe projekti se si do të zbatohesh ky projekt madhor në faza. Ishin që të gjithë përfaqësuesët e pushtetit vendor, edhe njerë për të kësë nga Bari, se harrova Barin, Durrësi e deri në Varna dhe Burgas, ku ishin pjesë edhe komunat dhe bashkitë shqiptare. Në kuadrin e kësaj, gjithmonë në filozofinë e zhvillimit, sepse korridori është një kolektor, të gjithë majmen nga shkolla parimin e enëve komunikuese. Kolektori barazon nivelet e zhvillimit të gjithë enëve. Pra komuniteteve po i vinte barazimi niveleve zhvillimit. Po i vinte një koncept i ri jashtëzakonisht i rëndësishëm, duke fillu nga dhomat e tregtisë korridorit 8, duke vazhdu festivalet e korridorit 8, aktivitetet sportive, kulturale dhe tjera gjithë të rrallë që do të prodhon një lëvizje. Dhe kjo lëvizje kuptohet që lëvizja njerëzve do të sillte zhvillimin. Po korridori 8 nuk ishte vetëm një rrugë makinash. Korridori 8 ishte ekurull, ishte transport inteligjent që është transporti me kontener, ishte dhe linjat e telematikës. Pra kishim të bënim me një event me shumë rëndësi që po i vinte të vendit tonë, dhe ne u angazhuam seriozisht që të bëjmë gjithçka për këtë. Goreja theksoi se sot me portin e Durrësit i kemi shpallur luftë natyrës dhe historisë, e cila edhe të ndëshkon kur duhet. Porti i Durrësit kemi dy gabime. Gabimi i parë është i kemi shpallur luftë natyrës, që është e papranueshme, sepse sot ekzistojnë shkenca që janë imitacionet natyrës, të biologjisë, kimisë, fenomeneve të tjera. Të fillu që nga objektet që ecin, që fluturojnë, që notojnë, që objektet e gërmimit dhe gjithë, merret biomekanika, e cila imiton natyrën. Atëherë kur njerëzit e zgjuar kërkojnë që natyra të jetë prezent dhe ta ruajnë, po ne pse e bëjmë këtë? Atëherë se duam vendin tonë. Dhe konflikti i dytë është me historinë. Historia ka një eksperiencë. Kush nuk e lexon historinë, kush nuk e kupton historinë, i vjen dëshkimi mbrapa. Projekti gjigant do të ndryshonte fatin e Durrësit, tha Goreja, pasi nuk është strategji ushtarake, por dhe strategji transporti
është strategji turizmi, është strategji zhvillimi, është strategji e afrimit komuniteteve, sepse kur njerëzit kontaktojnë me njëri tjetrin, e kuptojnë që gjërat që na bashkojnë janë më shumë se gjërat që na ndajnë.